tjetër, selam aleikum hoq dhe të gjithë muslimanëve. Pas faljes së namazit të xhenazës dhe pasi të varroset i vdekuri, disa hoxhallar lexojnë Kur'an me zë të lartë dhe në fund bëjnë dua me xhamat. A është kjo prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam? Allahu të nderoft. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asnjë prej këtyre nuk është për sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha janë suneti shiave, suneti dervishëve i sufive. Asnjë e vetme nuk është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vetmja që është transmetuar sakt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur vdes dikush, masi që të varroset, është me bo do musliman secili veç e veç me një periudhë derisa të prehet një deve dhe të repet. E që ekspertët e kësaj fushë thonë parafarsisht 15 deri në 20 minuta. Do thonë varroset njërin kohën e pejgamberit, sa më kanë varros njërin, edhe që kanë bojnë, që këtu e Abubekër ti këllu vallojnë. Mërë ti felekun, ati e kjo, dhe palavra e këtu. Dhe se të nga ta mënur me i lidhë po fjallë të Allah, i dina në që fjallë të Allah, po qështu së janë që ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu të ceremonien palavra, jo, ajo fjallë të Allah të sulët qëllë, po bëjnë a kesh nga po lexojnë a Kur'an. Allah me t'inol parë s'kishi lexu hiç Kur'an. Eqa selamin, as kullu vallaj se kështë kënu hiç. As qëlimet, as me vludin, as sen hiç. Kur e ka vëros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjenaze, sahabët kur e kanë vëros një gjenaze, që kanë bo? Jenë ullë, kanë bo dua për të vdekurin 15 minuta parafarsisht deri 20 ose sa pritet një deve e repet. Edhe tjetër sen s'ka kur gjëjq. As më shku me mojt fjalim aty. As më shku e më mshu të panit, as kur gjëjq. As njës është e muslimanëve veç. E muslimanëve është me vëros njerin, mu lutë si cili veç e veç, edhe më shku të shpia. Që ka që? Të gjitha tjerat janë risi bidate dhe nuk kanë bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.